Largimi i Eglit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka shkaktuar shumë reagime, dhe një prej banorëve që duket se e ka përjetuar thellë këtë situatë ka qenë Gjesti. Ai ka shprehur shqetësimin dhe keqardhjen për gjendjen në të cilën ndodhej Egli, duke theksuar se ishte i shqetësuar për shëndetin e saj. Banori ka shprehur: "Shkova në dhomë të rrëfimit, e përcolla, qante, gjuna, ja shpjegova disa gjëra. Inshallah më ka kuptuar. E kuptoj që vetëm vetes keq po i bën. E shkatron veten pas sens, pas gjë." Gjesti ka theksuar se Egli ishte duke e dëmtuar veten duke u zhytur emocionalisht në një situatë që i shkaktonte më shumë dhimbje se sa lumturi. Ai shtoi se kjo situatë kishte kaluar kufijtë e dashurisë dhe kishte marrë një formë që vetëm po e rëndonte atë. "U bë e tepërt, nuk është kjo dashuri, është të luash nga mendja, i bën vetes keq", ka thënë ai, duke njohur ndikimin e mundshëm të izolimit në një person emocionalisht të brisht. Gjesti beson se pas disa ditësh, Egli do mund ta shihte situatën me një perspektivë tjetër dhe do ndihej më mirë. "E di që kur të kalojnë 2 ose 3 ditë do të shoh gjërat ndryshe, do të jetë më mirë, do të qetësohet. E ka pasur nga izolimi, ishte e kotë, edhe motra i tha vëre veten të parën, gjuna pasha Zotin."